Miq të emisionit Sin Familja, përshëndetje nga unë Angjeli. Kemi udhëtuar sot në juglindje të Shqipërisë dhe ndodhemi në qytetin e bukur të Korçës, në qytetin tim. Kam kënaqësinë dhe nderin të prezantoj sot për ju një ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë, Korçën, ose siç i thon ndryshe Parisin e vogël. Do të udhtojmë dhe do të shkojmë tek të gjitha ato zona, tek të gjitha ato mundësi që na ofron ky qytet. E kanë quajtur qyteti serenatave, qyteti dashurisë, qyteti artit, qyteti birës, vendi kënackave, Paris i vogël, e po të kërkosh gjen plot epitete të tjera që cilësojnë vlerat e saj, por dhe karakteristikat se përse duhet vizituar një qytet si Korça. E hapur qysh herët me botën drejt perëndimit, shumë korçare emigruan herët në Amerikë, por dhe shumë advetar dhe intelektual më herët në Turqi e Ballkan. Korça është sot një qytet i qeshur e plot jetë, që të fton në çdo stin të vizitosh rrugët e saj karakteristike, të mësosh për kulturën dhe historinë e saj, të kuptosh se shumë advetar që sot mbushin faqet e historisë së kombit ishin pikërisht nga Korça. Por dhe për të pirë një birë me kërnacka do të ndjesh po aq kënaqësi e mikpritje, sepse kudo që të shkosh nëpër qytet e në të gjitha fshatrat e tij, gjëja e parë me të cilën do të takohesh është pikërisht mirëpritja korçare. Korça është sot një nga qendrat qytetare më të rëndësishme të Shqipërisë, ka potenciale sociale, ekonomike, kulturore, arsimore e popullsi vitale me edukat të trashëguar ndër shekuj. Në asnjë pjesë tjetër të Shqipërisë nuk shijohet më mirë se këtu atmosfera e këngëve dhe serenatave, karnavaleve, festës së birës dhe festës së lakrorit. Por ndër vite, Korça ka pasur ndryshime të mëdha. Më parë ishte një qytet i qetë me një jetë monotone, një qytet i thjeshtë me ndërtesa të ulta. Sot, Korça ka ndryshuar shumë. Këtë shohim tek rindërtimet e rrugicave me kaldrëm, ndërtesave, ndërtimeve të bulevardeve kryesore në krahasimin e Korçës dje dhe sot, mund të themi se secila periudhë ka të veçantën e saj. Korça tani mbush një shekull serenatash. Kështu vjen pranvera në Korçë, me tinguj dhe vargje nëpër sokake. Të dashuruarit këndojnë në ndritaret e vajzave të zemrës përtej mesnatës e deri në mëngjes. Koha e serenatave zgjat, derisa një ditë, vajza pas perdes bëhet gruaja e djalit me kitar. Ka një shekull që korçarët këndojnë dhe dashurohen kështu. Qyteti me rrugica e kaldrëme ruan akoma shtëpit me kangjëlla dhe oboret me trëndafila. Aty lindi serenata, të gjitha serenatat aty e patën fillimin dhe vajin. Unë ndam në errësirë se jeta ndarje ka, por zemra zemrës lam të mirë, kur nuk i tha. Dhe do të thoni ju sot si ka qenë Korça dje dhe si është sot, po si prisni të jetë përveç se e mrekullueshme. Korça e vjetër ka karakteristikat e shtëpive, këndimet e serenatave poshtë balkoneve, ndërsa Korça sot ka një infrastrukturë më të zhvilluar, teknologji të re, gjallëria e të rinjve. Por një fat i keq që mbetet për Korçën nëse nuk shohim më djelmosha të rinj që të dalin me kitare poshtë balkoneve të vajzave duke u kënduar serenata. Krahas ndryshimeve që fola për Korçën time të dashur, mund të them që është qyteti ideal, jo vetëm për mua, por dhe për gjithë ata që do ta vizitojnë. Mësimtorja e Korçës është shkolla e parë kombëtare e gjuhës shqipe në viset shqiptare në kohën e perandorisë osmane. Mësimtorja u hap më 7 mars të vitit 1887 në Korçë në periudhën e fundme të perandorisë. Tashmë ndërtesa e shkollës shërben si një muzeum dhe ndodhet në veri të bulevardit Shën Gjergji. Hapja e shkollës erdhi si rezultat i lëvizjes kombëtare shqiptare që synonte të mundësoheshin të drejtat kombëtare brenda perandorisë osmane. Mësimtorja përbënte një qendër për edukimin kulturor dhe patriotik, kishte rëndësi e një vlerë të veçantë duke qenë se shkrimi i shqipes nuk u lejua pas ngjarjeve të lidhjes së Prizrenit. Data e hapjes së saj festohet nga shqiptarët si dita e mësuesit. Themelimi i shkollës së parë shqipe në Korçë, të njohur zyrtarisht në Korçë në vitin 1887, frymëzoi Gjerasim Qiriazin dhe motrën e tij Sevasti Qiriazi dakon të hapin një shkollë për vajza. Me ndihmën e Naim Frashërit dhe veçanërisht misionerëve amerikanë dhe anglez, ata i siguruan lejet e nevojshme nga Stambolli.
Në planin mësimor të shkollës përfshiheshin 18 lëndë shoqërore, shkencore e artistike, midis të cilave mësimi dhe leximi i gjuhës shqipe, gramatika e gjuhës shqipe, historia e Shqipërisë. Të vish për të vizituar Korçën është të pamundur mish që të mos ndalesh edhe këtu në mësimtoren e parë shqipe, në këtë muzeum të arsimit ku pa diskutim gërshetohen vlerat e vërteta të kombit dhe të qytetit juglindor të Korçës. Unë nuk jam vetëm, pranë meje është Ciceronia jonë, e cila quhet Shirley Treska. Përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, ndalemi edhe tek pjesa e restaurimit që së fundmi është realizuar muzeumit dhe artefakteve të reja të cilat janë vendosur këtë muzeumi, sepse këto gjëra publiku nuk i di apo jo. Po, kohët e fundit, 2 vitet e fundit, muzeu është restauruar dhe i ka kthyer vlerat kulturore dhe historike muzeut, pra e ka kthyer në një muze dinjitos për t'u prezantuar me publikun. Atëre, këtu jemi tek muri që nga viti ndërtimit 1840, të cilin arkitekti i cili u mor me kurimin e muzeut, e la zbuluar për publiku në mënyrë që të dallohen të gjitha ato materialet të ndërtimit, që është balta, guri dhe druri. Pra, po, akoma dhe sot në qytetin e Korçës ka të tilla shtëpi karakteristike të asaj periudhe të cilat vazhdojnë dhe ekzistojnë me këto lloj materiale ndërtimi, të cilat ishin rezistente për sa i përket dhe lëkundjeve sismike. Për sa i përket muzeut, dhomat e ekspozimit janë zgjeruar. Më përpara ishin vetëm 2 dhoma ekspozimi, sot kemi 5 dhoma të tilla dhe janë ndarë sipas tematikave të ndryshme. Cilat janë këto tematika? Si fillim është një dhomë prezantuese në katin e parë, ku kemi vendosur objektet më të rëndësishme. Aty publiku mund të shohë portretin e Anastas Lakçes, i cili ka qenë një ndër filantropët më të mëdhenj të qytetit të Korçës. Janë edhe disa objekte dhe artefakte që janë përdorur nga nxënësit e shkollës së Vashave, një shkollë e cila u themelua 4 vjet pas mësojtores së parë shqipe. Është edhe një pikturë e Vangjush Mios, piktor i famshëm me origjinë nga Korça. Ndërsa tek pjesa lart dhoma ndahen në 4 tematika, një dhomë prezanton historikun e godinës, një dhomë prezanton nxënësit, një dhomë merret me prezantimin e drejtorëve, mësuesve dhe nxënësve, dhe dhoma e fundit i dedikohet tërësisht shkollës së Vashave. Për sa i përket artefakteve të reja të cilat kanë ardhur pranë këtij muzeumi, çfarë mund të themi? Mund të themi se ato janë kryesisht objekte personale që janë përdorur nga figurat e shquara të periudhës së rilindjes, janë përdorur nga mësuesit dhe nxënësit të periudhës kur u hap mësojtoria e parë shqipe, dhe i kemi të ekspozuar në çdo dhomë, e cila është e hapur për publikun. Të gjitha këto objekte janë dhuruar prej familjarëve të këtyre figurave të shquara, emrat e të cilëve janë vendosur tek muri i dhuruesve. Të cilët janë të pasuruar edhe emrat e të gjithëve. Po. Miq, unë kam një mesazh, duhet ta vizitoni me patjetër këtë muzeum për të kuptuar vlerat e vërteta të këtij qyteti. Faleminderit shumë Shirley për këtë intervistë. Ju faleminderit juve. Ndodhemi miq në një tjetër ambient, në teatrin Andon Zako Çajupi, pikërisht këtu ku arti flet qartazi dhe qendra e vëmendjes këtu është arti, është komedia, është drama. Do të futemi brenda teatrit të shikojmë se çfarë ndodh aty. Na ndiqni. Pas pak pritet të fillojë një koncert. Ne përfitojmë pak nga koha për të intervistuar profesorin e cila ka punuar për këtë realizim. Teksa hym në teatrin Andon Zako Çajupi miq, shikojnë që teatri siç e shikoni është plot e përplot me njerëz, sepse pas pak do të fillojë një shfaqje e cila do të jetë vendosur nga një ndër shkollat të qytetit të Korçës dhe pranë meje është profesorja e kësaj shkolle, e cila është dhe kryesorja e kësaj shfaqje. Është ajo e cila është marrë me përgatitjet. Përshëndetje. Përshëndetje. Kjo shfaqje do të ketë në kuadër çfarë? Në kuadër të këtij kërcimi janë 14 klasa, nga klasa e 6 deri në klasën e 9. Do të shfaqin talentin e tyre në kërcim. Gjithashtu do të ketë edhe një kërcim përshëndetës nga klasa fillore dhe qëllimi i këtij aktiviteti është argëtimi i fëmijëve nga një vit i lodhshëm mësimor, gjithashtu dhe shfaqja e talentit të tyre në kërcim. Gjithashtu kemi dhe integrimin e lëndës së muzikës me edukimin fizik.
Të gërshetuara këto të dyja së bashku, besoj do të jetë një mrekulli. Sa kohë është punuar për këtë shfaqje? Për këtë shfaqje është punuar rreth 1 muaj intensivisht. Në fillim vajzat tërhiqeshin nga kërcimi, sepse shifnin se ato nuk kombinoheshin ose nuk koordinonin lëvizjet me njëra tjetrën, por duke u stërvitur, duke praktikuar, arritën që ato të shfaqin tamam talentin sikur janë kërcimtar të vërtet. Falenderoj. Shfaqja sapo filloi miq, kështu që ne do t'ja lejmë vendin shfaqjes, le ta shijojmë. Lakrori me dy petë është gatimi tradicional që vazhdon ruhet si një traditë e pasur e kuzhinës korçare. Ndodhemi në qendër të pazarit të Korçës. Pikërisht këtu do të demonstrojmë këtë gatim kaq shumë të shijshëm. I hedhim kripën dhe fillojmë me zë brumin. Brumi për sa kohë duhet përgatitet zonjë? Për sa kohë duhet jetë? E mira është të pushoj pak. 15 ose 20 minuta. Duhet të punohet kështu me dorë apo jo? Po, ja kash, jo shumë. Punohet kështu? Unë faktikisht e shikoj me sy kur arrin që krijon atë masën që me të bëhet brumi si homogjen. E le të pushoj. Do të qëndroj pak pauzë, do të pushoj pak. Duhet pushoj pak. Pasi brumi na ka ardhur, do ta ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Do të ndahet në 2 pjesë. Do ndahet në 2 pjesë. Do me thënë njëra për pjesën poshtë dhe njëra për pjesën sipër. Zonja Adlira, sa pëlqehet lakrori në saç? Shumë pëlqehet. Jam shumë kurioz të di cilat janë komentet e njerëzve të cilët vinë dhe konsumojnë atë, të klientëve. Tash ti nuk dua se duket sikur he mbur veten, po komente deri tani kemi pasur pozitive. Dhe kjo ne na bën që të punojmë akoma më mirë, akoma më në mënyrë të sinqertë për klientët. Po turistët të huajt e vlerëson jashtëzakonisht shumë. Tuajt e vlerëson jashtëzakonisht shumë. Sepse për ata është një krejtësisht e re. Është një recetë autentike, shqiptare, tradicionale. Korçare tradicionale. Po. Dhe ngelen shumë të kënaqur. Madje shumë prej tyre vinë dhe e filmojnë. Edhe filmojnë. Pjesën e saçit. Pjesën e saçit, po. Ju duket diçka shumë interesante. Pjesë e saçit dhe druja është i jep tjetër shije. Dhe veçanta miq e këtij saçi është e këtij lakrori me saç,
këtij gatimi është se këtu lakrori, siç e shikoni, çdo gjë është artizanale, çdo gjë është me dru, por dhe pjesa e saçit është çdo gjë artizanale, sepse nuk ka fare pjesë elektrike, çdo gjë është me dru. Plaka është me dru, edhe pjesët të cilat do të shikojmë, sepse pas pak ne do të kemi mundësinë edhe ta demonstrojmë me kamerën tonë për ta parë se si përgatitet saçi. Si ka mundësi e thonë shpesh, sepse kjo recetë mundohet, le të themi kështu, kopiohet edhe nga qytetet apo vendet e tjera, por si shijon në Korçë, nuk shijon në asnjë vend tjetër. A ka një sekret kjo? Ju e pat sekretin, kështu që s'është nevoja të them unë ka sekretja. E bën vendi. Ky është sekreti. E bën vendi të shishme. Po dhe po e bëre me dëshirë, me pasion, gatimin. Ja. Sa duhet jem për masat e petës? Për masat e petës janë në varësi të tepsisë. Varësi të tepsisë. Për shembull. Kamera po e fokuson, besoj, kjo është tepsia korçare. Kjo është tepsi shumë e vjetër. Po, është bakër. Dhe ne her pas here do t'i kallajisim, dhe tani tepsin do ta lyejmë gjallë. Çfarë arome vjen? Është një aromë aq shumë e mirë, është një aromë shumë fantastike. Lakrori jon do të jetë si ndar në dy pjesë. Njëri do të jetë lakrën e egër ose lëmpjetën që i themi ne nga Korça. Lëmpjet në Korçë, po. Po, me që është e sezonit. Po, lëmpjet. lakrën e gatuajmë me kos. E keni të trashëguar këtë recetë? Po, gjyshet e mia. Nga gjyshet? Nga gjyshet. E ke menduar ta trashëgosh tek fëmijët e tu? Dëshirë kam. Ta trashëgoj. E kam me dëshirë? Djali ma po, e ka shumë dëshirë kuzhinën. Se unë dy çuna. Realisht është një recetë autentike e cila nuk duhet të vdes, nuk duhet të përfundoj. Duhet vazhdoj të jetoj gjatë. Duhet të trashëgohet ashtu. Duhet të trashëgohet.
Jemi tek pjesa e saçit me zotrin këtu dhe tani është duke u ngrohur saçi nga plaka. Duke u nxehur. Është gati për vendosur lafrori. Tani është momenti i pjekjes dhe kjo Duhet të kemi kujdes këtu? Duhet shumë kujdes, se në moment saçi mund të ta vjek. Sepse pejtët janë aq shumë të holla, sa mund Pejtët të janë të holla dhe temperatura shumë e lartë, siç e shikon. Dhe në moment, në vendet ku e ka kapur saçi, për të mos e djegur, ne do t'i vëmë letër alumin. letër, për arsye që të mos e djega të vendin atje. Dhe në tona, përdorni gjethet e rushit, ju si që shikoni, këtu akoma nuk janë bërë gjethet. Në momentin që gjethet janë tashu, ne përdorim gjethet e rushit në vend të tyre. Por që duke ditur që ka pak klim të ftohtë edhe rushi akoma nuk ka krijuar gjethet. Jo. Derisa ta krijoj, mundësohet me këto mjetet e tjera. Shiko. E pasere do ta rrotullojmë. Duhet kontrolluar vazhdimisht. Më duket sikur kam pak tepër zjarr. Dhe në qoftë se zjarri është më tepër, jemi të detyruar t'ja largojmë frushin poshtë, që të mos e djegje. Ja. E shikojmë pejtën poshtë? Shiko? Është pjekur. Edhe piqet si poshtë, me që ju preferencën e keni i doni pak krokante, ne po e lëm diçka më tepër. Të krijohet pjesa krokante. Pjesa e thekur. Po, me që e deshit të thekur, se ka dhe njerëz që Gjithmonë po në zakonisht, varësi të preferencave po, në të varësi të klientit. preferencave. Zakonisht, që të piqet, i lakron do Sa minuta? 6 deri në 7 minuta. Po. Vetëm që duhet i rish, ti e shikon. Nuk ka asgjë të graduar. Duhet çdo Po. moment. Ta shikojmë dhe njerë për siguri. Poshtë. Kom? Është gati, është bërë. Krori është gati. Kjo është yndyrë që përdoret. Aroma e pjekjes, gërshetohet edhe me gjalpin e shkrirë Po. dhe çfarë mund të themi ne tani? Perfekte. Që të ruajnë Të zbutet pak. Të zbutet pak. Dhe pasaj është gati për të servirur. Ka persona që e duan fare të pa, du me thëmë, Duan ta mos shijojnë e zbutet, dua Si krokante, qosht. thot po. Ka disa mënyra për ta prej, po unë zakonisht e pres kështu. Se mund ta presësh edhe si picë. Por ne zakonisht në familjen tonë, kështu e kemi, kështu do me thënë ai ka prerë që gjyshja, Dhe vazhduan e edhe ruan vazhdo kohë të ke e njëjtën pres mënyrë. kështu. E shkuptim do të kishte ndryshe, nëse nuk do të ruaj, po njëjta Ashtu gjë. është.
Edhe kjo e shijeve, mbaj mend se kur shkonim në fshat, edhe bëheshim shumë kalamaj, shërin të parë. Dhe dikush e hante me domate, dikush e hante me domate, dikush e donte me kos, edhe ka lindur kjo pastaj. Kjo bëj gjysmë me gjysmë, lindi dhe kjo që bëhet. Të ngeleshin të gjithë të kënaqur. Të ngeleshin të gjithë. Lakrori është Lakrori gati. është gati. Të lumshin duar. Edhe juve ju bëftë mirë. E pra miq, ky është lakrori në saç, një recetë autentike korçare dhe një recetë e cila besoj që ju që e keni parë nga ekrani nuk duhet ta shikoni vetëm nga ekrani, por duhet vini në Korçë, tuleni këtu në pazarin e bukur të Korçës edhe ta shijoni atë. Shumë faleminderit zonja Elvira. Punë të mbarë. Faleminderit. Bashkë miq do të vazhdojmë. Përshëndetje përsëri miq. E si mund të largoheshim ne ndryshe nga qyteti i bukur i Korçës pa takuar zërin më të bukur të Korçës. Pa takuar këngëtaren e cila i ka dedikuar jetën muzikës dhe ka një jetë që nuk i dedikohet vetëm muzikës, por dhe serenatave korçare. I përfaqëson ato denjësisht. Është me mua sot e bukura, e talentuara Lazarela Deti. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht dua të falenderoj një herë shumë sepse unë jam vetë nga qyteti i Korçës dhe është një kënaqësi dhe një privilegj të jesh sot me mua në këtë intervistë. Po dhe unë e shikoj që e nga Korça. Sepse sa të pash me njerë, thash që sa djali i bukur që nga ky korçarët janë. Të falenderoj shumë. Se pisha kase të shqiptarët të bukur janë, meshkujt janë të bukur. Edhe femrat pa diskutim. Pa diskutim. Një jetë në muzikë, çfarë do thotë muzika për ju? Muzika. Muzika është gjithçka për mua. Nuk diskutohet që e kam filluar me muzikë. Edhe si shikojnë që kalojnë vitet, po e përfundoj muzikë, fati tim. Fati është i mirë. Rruga ime ka qenë shumë e gjatë, kam filluar shumë herët, thonë të gjithë këngëtarët që kam filluar, por unë e kam me dokumenta. 4 vjet kam qenë, dhe bile pa mbushur tamam 4 vjet, dhe kam kënduar në Festivalin e Pionerëve, mbaj mend dhe këngën. Cila ka qenë kënga? 5 janë në kontinentet. Ja një refren një të bukur ta dëgjojmë. Motra ime që shelot, 5 vjet i mbushi sot, 5 mbushi e venora, 5 gishta ka dhe dora. Sa e bukur. Shumë e bukur. Tek fillimet do të ndalemi. Më thej që kam filluar në moshën 4 vjeçare, tek pionerët, më pas se ka vazhduar rruga jote. Kam kënduar deri 14 vjet në Festivalin e Pionerëve pa ndalim asnjëherë. Më pas, kryeva studimet në shkollën e ndërtimit, sepse nuk më linin atë moment që të vazhdonja shkollën e muzikës. Dhe bëra 3 vjetë, sepse pastaj filluan që ajo periudha që duhet të isha një punëtore kualifikuar, dhe unë e lash se pastaj nuk do më detyronin që të punonja në ndërtim dhe do ishja dorë nga kënga, kurse unë isha... Nuk i largohesha dot pasionit. Muzikën. Në një moment më thret një djalë i talentuar këtu, Fredi Kola, bëshin atëre këto të ndërmarrjeve. Jo, bëshin këto koncertet e ndërmarrjeve, aty këndonte motra ime, dhe i thot kam dhe motrën. Edhe atje për herë të parë kam kënduar një këngë për Ganimeten. Edhe unë si që isha e vogël fare, do me thënë, më të vogël s'kishte këtë vite, isha shumë me pakët e vogël. Dalë në skenë me një duar trukitit madhe, pse do thua shti? Sepse mua më këshin ndjekur, nuk isha e papar, më këshin ndjekur në Festivalin e Pionerëve, mirë po kur thoshin Lazarela, ishte një çiksi veçantë emri, edhe bënte sallau kur dilja unë se ajo këngëtar. Sepse është emër unik në fakt. Jo, po ishte një film në atë kohë. Ishte filmi Lozonjare Lazarela dhe prandaj njerëzit e dinin dhe ajo artistja ishte shumë e bukur dhe kur dilja unë isha një fëmijë kaq dhe bënte sallau, di sallat, më thënë që sa e bukur është ajo dhe kjo e ka emrin Lazarela. Më thënë pastaj kur më dëgjonin nga zëri më admironin. E vogël, por me një talent shumë të madh. Me gërsheta, këta zotërin të këtu që janë këtu, më kam filmuar që kur kam qenë shumë e vogël, me gërsheta. Kështu kujton fillimet e tua? Me gërsheta. Kam qenë deri në moshën gati 28 vjet. Atëherë më ka hequr Vera Grabocka. Më tha, ti nuk do dalësh me gërsheta. Dhe këshillat e Verës pa diskutim që janë ato më të vyera.
Bashkë me këngë, në fakt, një tjetër impenjim i joti, jo normalisht jo aq sa muzika, por i rëndësishëm ka qenë dhe pjesa e teatrit. Ti ke marrë pjesë dhe në një role të rëndësishme protagoniste në teatrin e Korçës. Tani të themi të rëndësishme jo. Një rol di që është i rëndësishëm. Di një rol është shumë i rëndësishëm sepse unë faktikisht kam pasur pak role, por më shumë kam bërë kolonën zanore. Mirë po s'ka se si të mos isha unë një mini aktore, mund të them, kur unë jam rritur në atë teatr me kollozat e filmit shqiptar. Dhe kështu që më dukshte sikur unë i bënja të gjitha. Faktikisht aq sa më besuan unë e bëra, po njëra që ishte që e ka bërë regjizori Lazi Serbo, një kollos i filmit dhe i teatrit shqiptar, ishte fat për mua që unë kam shkuar në Rusi, aty kam bërë kolonën zanore të këtij teatri, kam pasur edhe rolin e Merit, rol kryesor, që ka qenë pak rol, po ishte në qendër të vëmendjes. Dhe kështu që atje jam vlerësuar me çmim të parë, edhe për kolonën zanore, kështu që jo si aktore, për kolonën zanore, dhe se atje kishte djem që luanin dhe ishin të mrekullueshëm. Kështu që unë jam ndier atje në Rusi sikur ta them me sinqeritet, në 2 vende jam ndier, domethënë që përveç karrierës time. Po këtë do ta them pak më vonë. Kjo ka qenë kryesorja që mua më pëlqyen dhe më kërkuan një disk në Rusi. Fantastike. Fantastike. Lazarela etnocentrike në maksimum, e do shumë Korçën dhe nuk i e ndar asnjëherë Korçës. E ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Korça? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Në fakt më janë bërë oferta për të shkuar në Tiranë, por në moment i kam pritur shumë me qef dhe kam thënë që po pse jo? Pastaj benim ka thënë qetëso me gruaj, qetëso. Mirë jemi në Korçë, edhe në fakt Korça më pëlqen, Korça është e bukur. Është qytet i bukur. Është i bukur, është i qetë, është gjezdiset më kem. Kjo është, nuk të duhet makina. Nuk të duhet makina, kështu që ka 4 stinët. Ti e shikon vetët, edhe tani, sidomos tani është bërë, nuk di, domethënë duhet i falenderojmë të gjithë këta që Korça mori drejtim tjetër. Korça është bërë një nga qytetet e vogël, nuk e kam thënë Paris i vogël. I kanë thënë më përpara, po tani është bërë vjen e vogël e të tëra i ka, sepse vërtet ashtu është bërë, është vërtet e mirë. Vërtet e mirë. Duhet kemi një çik kujdes. Duhet kemi një çik kujdes që edhe turistët që na vinë duhet i sajdisim, duhet i ashtu që të frekuentojnë të jenë për këta biznesmenët, them, që të jenë më të kujdesshëm. Që të na vinë turistë, sa më shumë dhe na vinë, pa diskutim. Edhe vinë, Korçën e duan. E duan gjithë. E duan, po e duan vërtet, e duan. Është qytet shumë i bukur, qytet që Shkodranët njerë. O zot sa i dua atas. Tërë Shqipëria më vjen këtu. Në vërtet. Sinqerisht. Tërë Kosova, Maqedonia, Shqipëria, domethënë që nga Konispol në Vermosh. Zemra plot. Jemi kurioz të dim Lazarela si fillon, si zhvillon dhe si përfundon një ditë e jotja. Si përfundon besoj e di këtu në ambientin e punës? Po. Këtu përfundon, por faktikisht unë punoj në teatr. Jetë në teatr? Po, jam, domethënë, kam qenë amatore, domethënë që në vitin 81, dhe nuk jam darë nga asnjë premier, deri sot. Kam qenë pasaj në vitin 1992, kam myrë profesioniste. Falenderoj drejtorin që ka qenë atëre Petraj Zoton, që më besoj që ti isha unë profesioniste në estradë, pavarësisht që unë kisha kënduar shumë, edhe më thështe që Lazarela ti e bën këtë gjë dhe ti duhet t'jesh këtu. Edhe unë, ai nuk jeton, po unë jam shumë i rinjosa. Ka qenë një suport, një mbështetje e madhe. Shumë, po në fakt mua më kanë dashur në teatr. Jo vetëm ato, po të gjithë. Pa përjashtim më kanë dashur, mund të them që isha e përkëdhelur në teatr. Dhe unë do të të pyes tani, cili është sekreti që e ke bërë për vete publikun, që në fillimet e tua? Kjo buzëqeshja, kjo spontaniteti, çfarë mendon se është sekreti që publiku të doj, ashtu siç je, e natyrshme? Kjo. Kjo është e vërtetë. Jam shumë e natyrshme, nuk di të shtire. Ndoshta në moment, sa më merr në intervistë jam një çik e tërhequr se është emocioni, pastaj harroj. Kështu jam edhe publikun, kështu jam dhe me këngën. Por tani, kur dilja në fillim isha më e çliruar për publikun, kurse tani fillojnë që të rritet ajo kërkesa e llogarisë për veten tënde, sepse ti ke lënë se ta fitosh është mirë, por pastaj ta mbash është shumë e vështirë.
Dhe kështu që them që nga çiltërsia ime mbase më do publiku, po e mendoj tani, ta them me sinqeritet, kam kënduar një jetë të tërë në estradë, më ka pritur publiku vazhdimisht dhe thosha ndonjëherë, po ndoshta ju jam mërzitur. Dhe kur kjo periudha që domethënë nga dalësuan çik aktivitetet, dhe thash tash jo zot, dhe do këndoj këtu në Panda, dhe thash do më vijë publiku mua me sinqeritet. Jo që më vjen, po ju e shikoni vetë, në Bear këtu janë 900 veta. Kurse në dimër vjen tërë Shqipëria. Dua të tregojmë sinqert, është mbushur plot. Do me thënë gjithë Panda këtu, sepse zona ku ndodhemi quhet Panda, është mbushur plot e për plot. Edhe unë jam atë shprehjen që vera sa më shumë të ri, aq më shishme dhe aq më vlerë ka. Po, pa diskutim që vlen kjo pjesë. Momenti më i veçantë në karrierën tënde, madje ke pakon përpara, do të kemi mos citat se kemi dhe tani. Cili është momenti më i veçantë që ti e ke kulminacionin në karrierën tënde? Po, këtë do të veçoja. Të them të vërtetën, kulminacion nuk ka asnjëherë, sepse gjithmonë kërkon, por kulminacioni tim ka qenë kur bëra një koncert recital në 2003-shin, dhe atje, ta them me sinqeritet, në 6 net ishte salla plot, ishte një dëbore të mërshme atëre, dhe mendonja që nuk do ndiqesh, po unë ndoq, dhe kisha dhe shumë të ftuar, dhe midis atyre në natën e 5 atë 6, kështu vjen një pianist ka qenë këtu, Boris Plumbi, do ta them me modesti. Dhe erdhi në kabinë atje kur kisha mbaruar, edhe më tha, unë nuk e njihja, e kisha dëgjuar si emër, por nuk e njihja, nuk kisha takuar ndonjëherë, edhe më tha që Lazarela, dhe më zori dorën kështu. E di Korça që ka një vlerë? Dhe unë kam qarë atje. Sa e bukur. Po. Dhe gjithmonë më vjen zor ta them, po do ta them sot fundi, se mos e them. Dhe jam ndier shumë mirë. Shumë e bukur. Do të jeta profesionale është vërtet për tu vlerësuar. Tani do ndalemi pak tek jeta private. Si është Lazarela si nën? Pastaj mos më thuaj. Të kapa më duket tek pika dobët këtu. Djalin e ke pikë të dobët. Djalin e kam pikë të dobët sepse djali im, unë një djal kam dhe kushdo nën kur ka një rrotullohet aty, domethënë çdo gjë, dashuria është më e madhe se jo se ndaj dashuria midis fëmijëve, po ndahen emocione. Dhe djali im është një djalë i veçantë, do ta them me plot kuptimin e fjalës. Më ka bërë krenar, është pianist, studion në Vjenë. Një pianist i suksesshëm. Dhe gjën më të bukur që më ka bërë si vjet, dhurat, përveç çmimeve që ka marrë dhe përveç koncerteve dhe kontratave që ka, më ka bërë krenar sepse unë vajta në një koncert në Vjenë, në 8 mars, më ka ftuar, dhe prandaj thash dhe çpari që 2 evente janë në jetën time. Unë kam kënduar në një nga sallat më të bukura verajnë në Vjenë, që nuk ma merrte mendja kur që të vinja të këndonja, me sinqeritet e them. Ai më bëri një surprizë, kishte një koncert, dhe në fund të koncertit i ra pianos dhe unë këndova bashkë me atë një këngë korçare. Dhe më ka bërë, domethënë që nuk e merrni dot me mend çfarë kam ndjer unë atje. Inshallah e ndjen dhe nëna tënde, se ma merr mendja që ti je djalë shumë i mirë. Të falenderoj shumë. Është moment shumë i bukur. Si ndihesh në fakt që po vazhdon në rrugën e artit edhe djali? Ndihem mirë tani. Në momentin që djali mendovi që duhet të bënte rrugën e artit sepse është i talentuar vërtet, isha një çik skeptike, se thosha që sepse artistëve ju është mbyllur dera, ju është përplasur dera në fytyrë dhe gjithmonë, më thënë, kisha merak. Më pastaj thash, po pse? Kur e do këtë rrugë, pse të mos e bëj? Dhe vërtet po e bën me shumë dinjitet. Me shumë dinjitet po e bën dhe jam shumë krenare për djalin. Edhe unë këtë mendoj, në momentin që ndjek zemrën, ndjek pasionin, ai nuk do të zhgënjej asnjëherë. Asnjëherë. Këshill me vend kjo. Këshilla që i përcjell më shumë djalit, cila është? Tani djali është i rritur edhe ma merr mendje, nuk diskutohet, po që e diti që kemi erdhur në një pikë që ju marrim mend juve neve tani, sepse jini më mendja, por jini, domethënë, jini të mirë. Por unë i them gjithmonë që kosti
të kthesh kokën pas, gjithmonë, dhe t'jesh me këmbë në tokë. Shumë e bukur. Tek bashkëshorti do të ndalem tani. Si jeni njohur me bashkëshortin tuaj? Kur vjen kjo puna e bashkëshortit, të them të vërtetën, ndihem dhe mirë, po ndihem edhe shumë, domethënë kështu nostalgjike, sepse unë me Benin jam njohur shumë e re. Keni një martesë me afat të gjatë dhe një martesë të suksesshme. Po kemi një martesë të gjatë, po kemi dhe një dashuri të gjatë. Domethënë ne jemi njohur që në 81-shin dhe pastaj jemi martuar në 96. Ishte një kalvar i gjatë. U fejuam, u martuam, na erdhi kosti në jetë, po të them me sinqeritet që pa asnjë, domethënë kështu Benin e dua fort, e dua shumë, se jemi rritur bashkë. Dhe pa atë nuk bëj dot asgjë. Ku jeni njohur ju të dy? Tani, për të njohur, ne jemi njohur se unë kam qenë shumë e vogël që këndonja dhe ky vinte ishte edhe ky i vogël dhe vinte atje mbas fonisë dhe Beni ka shumë i ri në punë. Dhe pastaj që u njohitëm bashkë, që domethënë që u lidhëm, jemi lidhur në 81-shin. Kur Beni të shkonte ushtar atëherë. Ja dhash fjalën me një çik sakrificë, po ja dhash fjalën, iku ushtar u kthye. Nuk e dinte asnjëri, 4 vjet nuk e dinin që ne e kishim bashkë, domethënë as në teatr nuk e dinin. Më vonë pastaj u mor vesh, kështu që vazhduan vite dhe kështu që... Nga gjithë eksperienca edhe gjithë ajo që ke arritur deri më tani, në lidhje me bashkëshortin tënd, do të pyes, cili mendon se sekreti i një martese të lumtur dhe afatgjatë? Tani, të ti lidhem një çik shumë me këto i di Zoti. Kështu mendoj. Nuk kemi ndonjë veçanti nga çiftet e tjera. Edhe ne duhemi, edhe ne shahemi, edhe ne zihemi, pastaj ja pajtohemi, po e përgjithshme është dhe më e rëndësishme është që nuk e lëndojmë njëri tjetrin. Kështu që kur nuk e lëndon bashkëshorti të lëndoj gruan ose anasilltas, mendoj që atëre kriset, kurse kështu kalon si dy fëmijë, që zihen, pajtohen edhe kështu është jeta. Kështu është jeta, po lavdi Zotit ne dukemi sikur jemi mirë deri tani. Këngën tënde që këndon më shumë, që do t'ja dedikoje dashurisë. Në fakt... Një refren dua ta dëgjoj tani. Të shikoja me më në buzëqeshje, në shpirtin tim zinje vëndim e par. Ja, u kushtoj të dyve. E ke ngrohur zemrën dhe shpirtin me këtë refren. Tani është momenti të ngrohësh edhe zemrat e atyre të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Një mesazh të bukur. Çfarë do thoje ti? Unë do të thoja që ju lutem shumë të gjithëve të duen të kenë dashuri me njëri tjetrin edhe paqe. Paqe dhe dashuri. Dhe dashuri. E mbyllim kështu? E mbyllim, më bukur s'ka. Më bukur s'ka. Paqe dhe dashuri. S'ka ku të shkoj. Nuk do të ndalemi këtu miq, me Lazarelen do të kemi mundësinë të ndjekim edhe këngët, serenatat e bukura korçare që do t'i interpretoj sot në ambientin ku punon dhe ne do ta shijojmë me kamerën tonë. I shijojmë të gjithë së bashku. Faleminderit. Faleminderit ju, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Yeah.
Mbrëmja vazhdon akoma me ritme të muzikës dhe serenatave, realisht ky qytet e do artin, e do të bukurën. Dhe për fatin ton më të mirë, ne na u bashkua dhe një tjetër artist korçar që ka kënduar ndër vite Korçës. Kënaqësi për ne të kemi Mjallaq Andrea. Miqtë e mi, kemi lënë pas qytetin e bukur të Korçës dhe do të largohemi tani, do të bëhemi gati të udhtojmë 20 kilometra në juglindje të qytetit të Korçës dhe do të shkojmë në një parajsë të vërtetë. Siç e ka thënë dhe motra e mbretit Zok, pikërisht fshati i Dardhës është një fshat aq i bukur sa në momentin që e prek të duket vetja si një cip në një çip parajse. E çfarë do të mundsojmë? Shikoni pak. Me kamerën tonë mundsojmë një super natyrë, ndërthuret kaq bukur ngjyra jeshile me gjithë bukurinë e peizazhit që na ofrohet këtu. Në fakt fshati i Dardhës mbahet për shumë, për kulturën, për artin, për traditat, për doket, për zakonet. Në këtë fshat ka një histori. E them këtë dhe marr spunto për këtë sepse pikërisht në fshatin e Dardhës kanë qenë shkrimtarët, artistët, piktorët, artizanët, persona intelektual të cilët i kanë dhënë jetë këtij fshati. Miqtë e mi, doni t'ju tregoj një sekret shumë të bukur në fakt fshatit të Dardhës. Si rrallë herë, por besoj që nuk ndodh në historinë e njerëzimit që në një zonë ku jetojnë njerëz dhe karaktere nga më të ndryshmet, njerëzit të mos zihen kur. Ky është sekreti i këtij fshati. Njerëzit këtu nuk janë zënë asnjëherë, sepse ka një paqe që nuk mund ta gjeni në asnjë vend tjetër. Dhe diçka tjetër. Njerëzit këtu largohen dhe Chelsea nuk e marrin me vete, sepse vendosin talent tek fshinjët e tyre. Kjo për të treguar dhe për t'i vënë theksin e vërtet traditës dhe pa diskutim mikpritjes, sepse Chelsea këtu huazohet për ata persona të cilët duan të vinë, ta vizitojnë, ta prekin nga afër këtë dashuri, këtë parajsë që quhet fshati i Dardhë. Ky fshat përveç bukurive të vërteta të peizazhit, natyrës dhe pamjes piktoreske që të ofron, ka dhe shumë burime. Një burim që është ai Muniku, që ne besoj që në momentin që do të ndalemi në fshat uroj dhe shpresoj shumë që banorët e zonës dhe të fshatit të arrin të na çojnë në këtë destinacion dhe të na i tregojnë këtë. Është një burim i cili ujin e ka me squfur. Uji squfuri, burimi i squfurit ka një veçanti. Duke ditur që uji është me squfur, arrin të kurojë dhe të ketë veçori dhe veti të jashtëzakonshme për imunitetin dhe për trupin e njeriut, për shëndetin digestiv në trupin e njeriut, për gjitha sëmundjet në trupin e njeriut. Madje thonë në gojdhënat e hershme, ka qenë pikërisht ky burim ai i cili ka arritur të shërojë shumë sëmundje. Në fund të fundit, a nuk është natyra një shëruese, a nuk është natyra ajo e cila është kryesorja, ajo e cila është themeltarja, nga natyra ne jemi këtu ku jemi, nga nëna natyrë. Me natyrë do të vazhdojmë, rruga jonë do të na shoqërojë, vetëm natyrë, vetëm pemë dhe vetëm paqe. Fshati i Dardhë në rrethin e Korçës është një fshat jo shumë i vjetër dhe i themeluar e shtuar prej të ikurve, rebelëve që përndiqeshin nga Turqia, më së shumti për arsyen se nuk do të donin të ndryshonin fenë. Emri Dardhë vjen nga një gojdhën që do të thosë se kryengritësit që themeluan Dardhën, ku gjetën strehë rreth një stani, kur i pyetën ku gjendemi, thoshin tek stani në Dardhë. Bëhet fjalë për një Dardhë të egër që gjendej atje, ndërsa dëshmia e parë historike gjerë tani gjendet në enciklopedin greke Piros, ku thuhet: në Dardhë, fshat shqiptar, u hap shkolla greqisht në vitin
1768. Në fillim të shekullit 20, Darda numëronte 400 shtëpi. Profesioni i parë i dardanëve duket se ka qenë ai i druvarit. Me karvan prej 20 deri në 30 vetash me mushk të armatosur u nisën fillimisht drejt pyjeve të zonës greke, atëherë ende në Turqinë. Që nga viti 1800 deri në vitin 1935 në Olimp punonin ende sharët e dardanëve, jo do si do, por me teknikën më të mirë të kohës, me ujë, aq sa mbeti dhe shpreha e njohur, ja pret me sopatën e dardarit, shkruan për fshatin e velindjes së tij shkrimtari Teodor Laço. Darda, si shkruan Laço, mburet me origjinën që nga e folura deri tek veshjet, këngët e vallet. Studimi i arkitekturës së fshatit dëshmon për një model të veçantë të stilit evropian që haset edhe në fshatra të tjerë të jugut. Pamja që shfaqin ndërtimet dhe urbanistika e fshatit, ndërtimet solide të bukura prej guri, të gdhëndura e të mbuluara me ploça të hirta, rrugët me kaldrëm, krojet e shumta, punishte me zeje kryesore, njësi tregtare deri në fillim të viteve 40, i jepnin fshatit pamjen e një qyteze të lulëzuar, ndonë se për shkak të ikjeve në mërgim, popullsia tani me zjarin 1000 vetë. Gjatë viteve 2000, fshati u bë qendër turistike dhe tërhoqi vëmendjen e medias, veçanërisht për shkak të numrit të madh të pasurve të rinj shqiptar që zgjodhen të blinin vila pushimi në këtë fshat piktoresk, duke punësuar të moshuarit e mbetur në këtë fshat për pastrimin dhe mirëmbajtjen e vilave të tyre. Për Dardën thuhet që ka një relief të tillë sa në momentin që del nga dera e shtëpisë, shikon pyllin. Domethënë pylli është tek dera e shtëpisë. Miq, tani ka marr bukë me vete sepse do të shkoj tek Sorkavet. Një kafshë shumë e bukur, kafsha më e bukur që simbolizon pikërisht këtë bukurinë. Unë do të shkoj dhe të jap bukën dhe ti shikoj me kamerën tonë se sa të bukura janë ato. Rrugës ndaloj një zonjë, jam këtu me zonjë, si quhet zonjë? Unë do e them membrin e dytë, Shpresa Koja. Jeni banore, jeni rezidente këtu në fshatin e Dardë? Jo, unë banoj në Tiranë, po vin këtu se kemi shtëpi. Nuk e keni lënë shtëpinë, edhe pse jetoni në Tiranë, përsëri shtëpinë vini, këtu e vizitoni gjithmonë. Tani çfarë do më thuash për Dardën? Çfarë mendon ti? Cili është mendimi jot për Dardën? Darda është një fshat turistik me klimë të mirë. Çfarë themi tjetër? Është kaq e bukur, është kaq prallore, është kaq me këtë natyrë që Zoti ju ka falur, nuk e di, ju ka falur parajsën në këtë vend. Njerëz nuk u ka, tash i fillojnë vinë njerëzit nga qershori e këtej. Sa krenar ndjeni ju? Ne jemi shumë krenar, jemi dardhare. Se ndjejmë, derisa jemi dardhare, jemi krenar shumë. Kemi nostalgji dhe vijmë këtu. Unë jam pensioniste, po vijmë këtu tër muajt e verës deri në vjesht vonë. Çfarë mendoni se e diferencon zonën e Dardës nga fshatrat e tjerë turistik në Republikën e Shqipërisë? Po Darda ka qenë veç se është si zonë klimaterike me ajrin e pastër, po Darda ka qenë njerëzit me kulturë, fshat i kulturuar nga çdo han, pavarësisht se tash s'ka njerëz, po pranë keni marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin si komunitet këtu në Dardë. Na e kanë thënë këtë, është e vërtetuar kjo apo jo? Patjetër. E pohoni dhe ju si banore? Patjetër. Di që anvisat e Dardës janë gjithashtu edhe shumë të pasionuara mbas ushqimit, sepse ushqimi është një pikë kryesore përderisa ne edhe kemi ardhur këtu në Dardë. Gatuani ju zonjë? Po gatuajmë për veten tonë.
Nuk jemi ato që vinë kështu gatuajnë. Për veten tonë gatuajmë. Cilat janë recetat tradicionale që gatuajnë këtu ndarë se në Korçë e dim lakrorin, po një recetë që ka autentike dardhat, çfarë mund të themi? Kush është ajo? Tash autentike këto kemi patur ne. Të zakonshme të gjitha gjërat. Çfarë thoni për turistët? Çfarë thoni për njerëzit të cilët na ndjekin? Duhet ta frekuentojnë, duhet ta vizitojnë këtë vend? Vinë këtu e pëlqejnë fshatin që vinë, e pëlqejnë edhe ushqimin e gjitha, prandaj. Çfarë mesazhi jep ti? Unë mesazh jap të vinë sa më shumë ta vizitojnë fshatin tonë, se është fshat shumë i mirë nga gjithë anët. Teksa po shikoja që po vinit, mendova jeni banor të zonës apo jeni turist? Turist. Për sa ditësh jeni këtu zotri? Sot erdhëm, e pamë, u kënaqëm, freskët dhe kaq. Nga vini ju? Nga Korçë. Ky zotria është nga Fieri. Unë jam nga Fieri. Nga Fieri, këtu do ndalem pak. Nga Fieri ka ardhur në Korçë, domethënë, dhe ka ardhur pikërisht në fshatin e Dardhës. Çfarë mendon? Është hera e parë për ty një herë këtu? Ja. Është disa herë që kam ardhur këtu. Këtu kam qenë qysh në 90-ën, kam qenë në kamp, këtu ka qenë menca, kjo kisha ka qenë mencë e kampit. Fjetinat kanë qenë në shtëpi poshtë atëherë, për mishtitje, sot e pam. Përderisa është e disa ta herë tregon që të ka pëlqyer ky fshat dhe prandaj e ke vendosur ta ripërsërisësh si eksperiencë. Po. Pa dyshim. Darda të pëlqen edhe vetëm kur thua dardhë, kënaqesh. Vetëm me fjalë. Vetëm me fjalë dardhë. Pastaj të tjerat vinë vetë. Tani, ju besoj keni pasur edhe vizita të tjera në për qytete të tjera, në për fshatra të tjera. Në Dardhë çfarë bën unike Dardhën? Çfarë ka këtu diçka që ju e gjeni vetëm këtu dhe nuk e gjeni në vendet apo në fshatrat e tjera, në vendet që ju i keni bërë ekspeditën tuaj? Pisha se gjitha këto, ç'e pyet? Si në përgjithësi, këtu është kënaqësi. Njerëz të mirë, të urtë, zhurma s'ka.